Trafikimi dhe posedimi i lëndëve narkotike vazhdon të mbetet një nga problemet më shqetësuese me të cilët përballen institucionet e rendit, jo vetëm në qytet, por edhe në zonat përreth. Pavarësisht kontrolleve të shpeshta dhe masave të ndërmarra nga policia, raste të tilla po regjistrohen vazhdimisht, duke treguar se fenomeni mbetet prezent dhe kërkon angazhim të pandërprer. Një rast i tillë është evidentuar edhe mbrëmjen e djeshme në rajonin e Mavrovës. Më 8 shkurt 2026 në orën 20 në vendbanimin Hanet e Mavrovës, punonjës policie nga stacioni policor Mavrov kanë privuar nga liria e personat me inicialet GD dhe DA, që të dy 28 vjeç nga Shkupi, të cilët po udhtonin me automjet pasagjerësh Golf me targa të Shkupit i drejtuar nga GD. Gjatë kontrollit automjetit është gjetur marihuan. Ata janë ndaluar në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtres përkatëse. Nga organet kompetente njoftohet se hetimet po vazhdojnë, ndërsa rasti do të trajtohet sipas ligjit. Autoritetet policore apelojnë për vigjilencë dhe bashkëpunim nga ana e qytetarëve, duke theksuar se lufta kundër narkotikëve është një betejë e përbashkët që nuk prek vetëm një zonë të caktuar, por të gjithë shoqërinë.